se harroj kur emrin e Jakub Llonçarit edhe ai emër mjet ton jetën në mendje. Kjo ka qenë motivi im që a ka mundësi ndonjëherë me ardh dita që na me bo për vendin tonë. Fatkeqësisht edhe atëherë ka pas edhe shqiptar më me qujt jo njerëz të mirë, se me qujt një formë tjetër më vjen e rëndë për shqiptarin. Përpara hyrjes në orë, 2 muaj ditë, unë kom qenë çdo ditë përpara një intervistë, atëherë me fillu orën e mësimit. Fjala e nanës që më kujtohet o konë që si 15 viçikoritun inshallah nuk del. Ishte në veri, në Ver Haradini, sa po e kishin hek pi salës operacionin, një gjendje shumë e rëndë. Pas një 2 ore, ka ardhur Dauti, bujari, edhe ai e kish marrë plumi këtu dhe kish dalë në anën tjetër. Fatmirësisht që i kish pështu nofulla, po e kish pa mush me asnjë pikë ujë me marë, Dauti pa u shëru mirë, me kratë lidhun ka dalë në front. Kur e shpetim roba edhe kërkoj me ja prezentu gjendjen. Edhe i thash, nuk e di doktor, ky asnjëherë nuk po nshon zo, e sigurt ka dhimbje shumë të forta, po asnjëherë nuk po na thot që kom dhimbje, sepse na e kishim terapinë krejt, po kur nuk e maj mend që e kanë shu një gjomë, as ditën, as natën, as me thonë që kom dhimbje, nuk po muj me përballu. Nona aty në 2 fëmijëve, Bineq, 11 vjeç, ata janë gjetë dikun mas, ndoshta një 2-3 orëve, pse dikun ju ka gjetë një dorë, dikun një kom, dikun. Nona aty në kish vdekë edhe 2 qika motrat, pa ato të rritne, ishin plagos. Pa ato nuk e dishin që ka ndodhë. Të lutëm pështoma një qikën se i ka ra granata. E ka marrë doktor Alia, kemi shti sallën operacionit e kemi pas. Ma ka bo me kry që kjo s'ka jetë, po krejt barkin, zord i ka pas dalë në jashtë. Ata nuk kanë guxof me hinë malë, edhe pse kanë pas artillerin tuca e në konë. Salihi shumë herë më drejtoj ke me motër bë ma qaren, ndoshta në atë aspekt që ma mirë mërë ma shpirtin, se mos se mle qështu. Na kur nuk e kishim di që a i kish qenë i porositun, që në rast që bim prit, krejt me na vra dhe në fund me vra vetëm, po gjallë kurse si. Djali i vllab, madh, qëndrimin që ai ka dali pari pe autobusit. Po gjithë familjarët tani po ish e pa besueshme se nuk besojshin që jam gjallë dhe jam e pa plagosne. Jam Hidajete Krasniqi, e lindur dhe rritur në fshatin Qallapek, komuna e Pejës. Jam infermier me profesion dhe kam shërbyer në zonë operative të Dugaxhinit si infermier që nga fillimi dhe deri në mbarimin e luftës kur kemi hyrë në Pejë me 16 qershor natën. Motivim kryesor kemi pas për shkak se në të tenitën, demonstratat e të tenitës, si e dim çdo shqiptar dhe dhuna që u shkaktun popull, demonstrata që u detyruan edhe nxënësit edhe studentat edhe me dalë. E kemi pas vllan organizator demonstratave në gjimnazin e Pejës, i cili është dënuar me 5 vjet burgim, edhe na si fëmijë dhe si familje, nga pushteti atëhershëm faktikisht kemi qenë të diskriminuar, kemi pas shumë vështirësi shkollimin, se për punësim nuk ka në shprehje në atë kohë më punësu. Edhe ajo na ka shtyr që diçka dhe kur me momentin kur veç ka shpërty lufta në Kosovë, me qenë se une prej sistemit paralel, kur ka ndodhur se në pushtetin e atëhershëm s'kishim drejt punësimit, qeveria përkohshme i ka hapur ordinancat nëpër komunat e Pejës, dhe aty më ka dhënë rastin në vitin 90 që të parit filloj punën si infermier. Në vitin 95 janë hap ambulantat e Nën Terezës, edhe aty jam angazhu me punë vullnetare. Domethënë kemi punu në ndrimin e parë në një fshat në Pole që
Muj me thonë që kur kemi shku në atë kohë ka qenë shpëtimi asaj treve për shkak se vështirësitë veç sa kanë fillu, lëvizjet edhe vizitat nëpër ambulanta shtetënore që atëherë punojshin kanë qenë shumë të vështirësume, e sidomos për ato familje që kanë qenë halë në sy për pushtetin atëhershëm. Pas kryes të shkollës mesme të vllavë në gjimnazin e PS, ku na si familje atëherë nuk e kemi ditë veprimin e tij që ka bo ilegal, edhe marrjen pjesë si organizatori demonstrata, se normal ai nuk ka dashur atë shqetësim me bartë e familja, për shkak se na kishim edhe stacionin policor në fshatin tonë. Vllav Skenda shkon në shërbim ushtarak atë në Varazdin, edhe komunikimi ka qenë shumë vështirë, atëherë veç kanë fillu që vishin arkivole edhe shumë pej ushtarëve që na i dimë edhe të asajone, po dhe mbar Kosovën. Ka ndodhur që na me 3-4 muaj nuk kemi pas asnjë informat për fatin e tina. Për gjatë kryes shërbimit ushtarak për 1 vjet sa ai ka kry, ka qenë krejt një herë në pushim që e kanë pas sipas rregullores shërbimit. Edhe pas përfundimit shërbimit ushtarak, ishte obligative që më shku mu lajmëru që ka kry shërbimin ushtarak atëherë në pushtetin e atëhershëm të Jugosllavisë. 7 ditë pas kryes shërbimit ushtarak, një mëngjes shumë të hershëm edhe familja jonë rrethohet nga policia, bastiset e tërë familja, e tërë shtëpia, edhe merret vllau Skenda, edhe ata që kishin ardhur me ta supë që kanë punu atëherë, se harroj kur emrin e Jokop Llonçarit, edhe ai emër mjet ton jetën në mendje, i thot babës si drejtohet, i thot jepi parë me veti se mbrëmje kthehet. Edhe na sikur u mashtrum në ato se pe marrin veç një intervistë edhe ka mu kthy gjithsesi. Po nuk ndodhi ashtu, na pritëm jo një ditë, pritëm edhe ditën tjetër, edhe baba me qenë se ka qenë njeri i shkolluar, njeri i emancipuar, edhe dëshira atij e ton jetës ka qenë që fëmijat të shkollohen, edhe ashtu dhe ka vepruar gjithçka ka dhënë nga vetja që secilit me kry shkollën e me pas theke, me pas gjithsecili me siguru bukën e vet. Shkon në atëherë supë që shi kanë qujt, edhe lyp thot ju e keni marrë dje djalin, po keni thonë që në mbrëmje kthehet. Thonë jo, është 4 muaj ju kanë nda burg, njëherë derisa me këqyr derisa të vazhdojnë hetimet. Ajo nuk ishte, mbas 4 muajve ka dalë në gjykim edhe është dënuar. Edhe 5 vjet burg. 2 vjet, ndoshta 2-3 muaj ka qëndru në burgun e PS, ndërsa kur e kanë bartë në Shabac, na nuk kemi qenë të njoftuar si familje se ku e ka ndërgu. Kisha një letër që e ka shkruar në gjuhën serbokrate. Edhe na nuk e kuptuam se vllazënit hala nuk ishin ardhur, dhe më kujtohet kur kom dalë në kujshi me atë letër, me tregu që çka ka shkruar se ku është. Edhe na kish njoftuar që tash gjindem në Shabac, jam mirë, mos bani dert për mu, shumë shkurt, po me na njoftu, mundeni me ardhë vizit një herë në mujt, po edhe kushtet nuk kanë qenë aq të mira, edhe vizitat një muj në Shabat se kishim pa mëshme, po pakot me libra që ai çdo herë ka kërku, ja kemi dërgu çdo muj. Ndërsa vizitat i kemi realizu ma rrallë, për shkak se ishin edhe kushtet e rrethana që nuk më ishe sa herë, ndoshta edhe ai kish nevojë, për shkak se edhe gjykata edhe avokati edhe ato shpenzime që u dashin rreth gjykimit tina ishin shumë të kushtueshme për atë kohë. Ai 5 vjet burg i ka mbajt edhe është kthy fatmirësisht, shëndosh e mirë. Kjo ka qenë motivi im që a ka mundësi ndajherë me ardhë dita që na me bo për vendin tonë. Po unë isha atëherë në shkollën e Mitrovicës edhe
Fatkeqësisht edhe atëherë ka pas edhe shqiptar më me qujt jo njerëz të mirë, se me qujt një formë tjetër më vjen e rëndë për shqiptarin. Edhe dikush kish njoftu që unë jam e familjes që e kam vllaun e dënuar politikisht, edhe kujdestari hyn në klasë dhe thot ka qenë i komunës Klinës ka Mitrovica. Skënder Hamza, kur nuk e harroj, edhe të njëjtën kam i qenë falenderus. Thot, kanë ardhur me marrë një intervistë me ty, po kur gjo mos prana, para policisë. Thot se thanë që e ki vllaun e burgosën politikisht. Unë ati thash, po unë e kam vërtet vllau është në burg. Thot, ti mos e prano kur qysh. Ndigjo mu. Po nuk ki me kon vetë, po unë kom marrë me ty. Edhe ai më ka shoqëru deri në polici. E kom zonë deklaratën, ju mundu mos me pranu. Po faktikisht edhe shpinë ku e kam kishin tregu. Edhe ish prapë se prapë unë e dhash mendimin që ma kishte dhonë kujdestari i klasës, që nuk është e vërtet, e keni marrë emrin nga gabim, unë nuk jam ajo që ju po mendoni, nuk kam vëlla dënuar politikisht, i kam dy vllazën studenta, se atëherë ishin dy vllaznit në Prishtinë, nuk e më kanë torturu, po përpara hyrjes në orë, 2 muaj ditë, unë kom qenë çdo ditë përpara në intervistë, atëherë me fillu orën e mësimit. Periudhë shumë e vështirë, jo qa që lehtë, po asnjëherë më dërzu për shkak se momentin kur kam fillu, amaneti babës o konë që unë çdo përpjekje kom me bo, ju më shkollu, edhe ajo na ka detyru që pavarësisht çdo torture, duhet t'i përballosh, po me arrit ato që e kesini. E thash, nuk ka qenë e lehtë, baba ka qenë njerë i shkolluar, jo që ka punu vetëm për neve që më na bin që duhet më shkollu, na kemi pas edhe fëmijën e Agjes, se unë bashkë me qikën e Agjes kemi qenë 2 jatë Mitrovicë, po gjithsesi duhet shkollohet edhe femna duhet të emancipohet. Njëkohësisht e kom pas nanën, ajo ka qenë për një familje që ka ardhur në atë kohë për ballistave, edhe krenarin mbi gjithçka e ka pas që nuk duhet më dorëzu. Na e kemi pas vëlla 5 jetë në burg, po kur nuk e moj mend që ajo ka qit lot përpara neve. Edhe momenti i fundit kur 2 vllaznit kanë dashur me shku në gjykim, edhe na kanë thirrë se ata 2 vllaznit e mëdhaj janë jurista me profesion, që duheni më bind që nenin që ju ka caktu është prej 5 deri në 15 vjet. Fjala e nanës që më kujtohet o konë që si 5, si 15, viqikoritun inshallah nuk del. Edhe nuk thot që ma kanë bo shok, nëse ka hinë atë rrugë, nuk ka kthim mas. Ajo na ka motivu shumë, unë du me falenderu që për kraja familjes ka qenë ajo që mund, është më ka shtyr dhe me marrë pjesë edhe në luftë si feme, nuk ka qenë bashkë e lehtë, nuk ka qenë veç lufta natë tetës kur ka fillu dhe kur ka shpërthy në 24 marsin në Glogjan, që aty mo veç jemi mobilizu të gjithë. Unë nga viti 97 e thash kur kom fillu me punu në ambulantat e sistemit paralel, atëherë veç kanë fillu më trajtu ushtarë që shkojshin me marrë armatim, edhe që ndoshta ka rruga e gjatë 7-8 ditë, kom të tyre ishin krejt bullat bome, edhe une mjeku që punoj kur thej që duhet me përgatit sonte një qandë me fasha, me betadin, me fillim nuk disha e ku kanë me shku, po s'është më rëndësi, po ti dush mi bo gacem se vjen dikush i merë. Po as kush, as emën, po kanë me ardhë dikush mi marë dhe duhet me konë mu bo gacem. Maj men nëna Oz, nona e Nazmi dhe Lahi Ibrahimit, ajo ka ardhë disa herë, është trajtu si paciente, po kur se kisha ditë që ajo e merë ke materialin për me qunonën e Drenicës. Një gru e veshne, mdoke që së dhe shë, vesh katunit, me një qonë që gjithmonë e majke mbas vetit,
po që nuk disha se çka ka, e merr ke terapinë vetë, ja epsha atë qunt edhe delke edhe ajo i shkon krejt kohën të e po për cilën e materialit që na e qojshim për ushtar që ishin të marë, dhe më thonë këta që kanë marë armatim. Hera parë që unë e kom pa 97-ën ka qenë Agim Zeneli, i ka pru një 5 djemë 3 që gjatë rrugës ishin lëndu, po vetë i veshun më uniform, po nuk ka hi se rregullat ushtarake nuk lejojnë me hi me uniform në institucion shëndetësor. Ata erdhën, unë ju pastrova, i fashova, edhe po thomë, me kanë njeni, tha njoni për tyne, a ki qef me pa uniform në UÇK-s? I thash, me dëshirën ma të madhe, edhe kom dal jashtë, e ki komandantin jashtë, jëm taku me ta, jëm përshëndet, i kom thirë me pini kafe, thaja, rregullat ushtarake nuk lejojnë me armë me hi në institucion shëndetësor. Dhe më thonë, 97-ën, unë atavi që kom pa me uniform, edhe prej atyt jom motivusi se cili që mundet, s'po thomë se cili është shqiptar, se cili ka dhonë kontribute një formë. Unë jam edhe mendoj që është kontributi edhe ditët më të artat mijat, periudha luftës që unë jam mundu, as sa kom pas mundësi, se cili që ka pas nevoj mi trajtu, jo vetëm ata që kanë qenë ushtar, po edhe popullat civile. Jam di jashtëzakonisht mirë. E thash, nuk ka qenë aq e lehtë, sepse na në fshatin tonë kishim stacionin policor. Edhe vetë fakti që mu identifiku që ti jetu i trajtu UÇK-n, ndoshta ish pak një sfidë, se jo krejt dishe mentalitetin ose qëllimin e bashkëfshatarëve tu. Po përbes jam falenderus do njetën, jo veç fshatit tonë. Po aty në fshatra Lukut Barani që na kam pa ditë natën, heret mëngjes, të udhëtu natën që mos mu vrejt lëvizjet, veç sa ta kanë siguru rrugën, ose të kanë thonë mundesh me kalu, se që tash nuk o kanë njet, ose nëse kanë pa lëvizjen e përkaton që jenë bo, gjatë ditës kur na jemi konë, veç tu i trajtu plagët e plagosën, Jabllanisën, Zhebel, se koha kur je transferu krejt atje ka qenë kohë shumë ma e lehtë. Koha kur ti o dasht me lëviz, me shku, mu kthy mbrëmje, ka qenë rrezik jo vetëm për veten tonë, se veten asnjëherë nuk e ki pas më në rend. Po ndoshta sakrifikimi krejt familje, se na e dim që ata kanë ditë me marrë dhe familje mi nxon peng, derisa ti të shëdërzu. Po kanë qenë ata bashkëfshatarë që na kanë mbrojt maksimum. Nëse kanë pa lëvizje gjatë ditës që kanë qenë nëpër shtëpia, kanë lyp, ose kanë dash thjesht me marrë masa ku janë djemta, janë gjithë ata veç e dishin dikur që lëvizjet janë, o kanë ndodhur diçka, ata kanë pas me na dalë buqan, me na tregu që mos shkoni që tash ka pas gjithë ditën lëvizje, o koni për krahje jashtëzakonshme. Na ishim caktuar, unë faktikisht mas i shpërthej në 24 mars, e gjithë popullata e Glogjanit, e aty në fshatrave u koncentrun në fshat Çallapek, Baran, ish një numër shumë i madh i popullatës civile. Kish shumë fëmijë, shumë gra, shumë ndoshta dikush pi stresit, po fëmija për i mos ushqyrjes qysh duhet, kish me barkqitje, kish me temperatura dhe krejt kohën ishim her një shtëpi, me doktor Alin, po edhe me infermierët që kanë qenë Nën Terez ku kemi punu, ka qenë Tushe Berisha, Violeta Gashi, Hatice Krasniqi, na kemi qenë 2 motra, edhe ajo është motra ime. Edhe krejt kohën kemi qenë teren të mbikëqyrjes asaj popullat, po normal me vendimet edhe udhëzimet e doktorit që ishte doktor Ali Berisha. Pas ofenzives, kur ra spitali Jerzniqit, edhe mu më thojnë, hajde ki me ardhë në Branac, se ka shumë plagosën. Atëherë u dasht mu bardh pacientat e
spitali Tjerzniqit edhe më bartë edhe më arë në për shtëpia. Ishte Enver Haradini, sa po e kishin hek pi sallës operacionin, një gjendje shumë e rëndë. Pas një 2 ore, ka ardhur Dauti, bujari, edhe ai e kish marrë plumi këtu dhe kish dalë në anën tjetër. Fatmirësisht që i kish pështu në fulla, po e kish pa mush me asnjë pikë ujë me marë, më kujtohet kur e kom prej sistemin e infuzionit edhe e kom bo atë zorën që shkon infuzioni, ja kom qitë një grim me alag buzë. Nuk ka vënu shumë edhe krejt ajo shtëpi 2 katë që Adrian Krasniqit është mbush me të plagosën, se do më thonë krejt plagosnit që ishin në spitalin e Tjerzniqit u koncentru në për shtëpijat në Branac. Jo veç aty, po dhe në shtëpia tjera, por shtëpia e Bat Xhafer ka qenë 2 katë edhe podrumi që përplot e mbushur me të plagosën. Na që kemi qenë në Terez, gjitha imi bartë në atë spital, këto që i përmenda infermierët. Edhe ish një punë, jo që letë, se na ishim infermierë, por në asnjëherë nuk ishe pas i plagë. Plagë të luftës, me fiksator në kom, sa po kishtë dalë për operacionit. Kujtohet, doktoresha Atim ka ardhur me një listë terapisë, që na e quajmë lista e terapisë edhe temperaturës, edhe ka thonë që to duni mi adhonë edhe shkoj se tash ishit të i bartë edhe tjertë. Ja kemi fillu na në bazë regulorës që kishë shkru mjeku që me dhonë terapin, edhe aty një muj dit e kemi trajtu Enverin, bujari edhe Dauti, ata posa Dauti pa u shëru mirë, me kratë lidhën ka dalë në front. Një i Presheves për besë i jes në hak, po nuk e më kujtohet emri, këta ka qenë matron, do më thonë një mujdet. Enveri ka pas komen, në abdomen ka pas, nuk e di sa zordh atëherë, o konë doktor Shpetim Robaj, është operu nëse nuk gaboj nga doktor Abdyl Krasniqi që ka qenë në spitalin e Tjerzniqit, se atëherë na nuk kemi qenë, se komanda na kish vendos neve me popullat civile dhe ishim vendosën ato fshata Lugbaranit, ata që kanë qenë mjek Tjerzniq, po sa e di, ka qenë doktor Abdylit që e ka operu, komen e majt nëse s'ka bëj, ka pas krejt fiksatorat. Në abdomen i ka pas, do me thonë, më 20-30 kepje që na i thojmë, se thojnë zdi sa metra zorë o dasht mu shkurtu për shkak klendimeve që i ka pas, një djalë shumë i fort, që kur për një muj dit nuk e kom një herë të nëshu një gjomë, edhe pse kanë qenë dhimbta shumë të mëdhaja. Më kujtohet kur e Shpetim Robaj edhe kërkoj me ja prezentu gjendjen, edhe i thash nuk e di doktor, ky asnjëherë nuk po nshon zo, e sigurt ka dhimbtë shumë të forta, po asnjëherë nuk po na thot që kom dhimbtë, edhe pse na e kishim terapinë e krejt, po kur nuk e maj mend që e kanë shu një gjomë, as ditën, as natën, as me thonë që kom dhimbtë, nuk po muj me përballu. Ka qenë një moral i tyne që pak kun e ki pas, s'kom pas mundësi me pas, ndoshta të tjetër kush. Dësha me ja lidh pozita e dorës tina ishtë këtë formë. Jo që nuk isha pas rast me bo një fashim t'il, po vetë pozicionit i një komandantit, t'jep ke atë frikën e mos veprimit kryrjes punës tonde që shduhet. Edhe pap që po më dridhen durët edhe tha, moter, ama mu, qështu duhet, edhe tha, lidh, edhe unë jam si tonë të tjertë. Dhe më thonë, edhe trajtimin edhe krejt ka ndosht me bo njajt, pa dalime, po normal që për respektit, ndoshta ka qenë ajo edhe dridhja e durve që ty vetë ka ardhë. Dauti veç e merë ke terapin, e fashoj ke dorën e ndryshim, plagën e pastrojshim, edhe deri në brami unë kur nuk e kom pa, ose ka ndodhë me arë me ngjes prap, ajo kom prap në rabë. Bujari, deri sa
ndoshta ka mujt me fol, me thonë, edhe ai ka dalë me njëherë në rovë, nuk ka, i vetmi që ka qenë ma gjatë, ka qenë Enveri që e ka pas pamundshme mu trajtu. E është shumë e prekshme, ndoshta kisha ardhur në rrugë, Suzana me 2 djemtë. Edhe Shqipdoni kish barkëqitje. Ja qita infuzionin, po edhe Luani nuk u nike mirë, po ai kish barkëqitje ma të madhe. Edhe shkelzeni me pa Enverin. Më kujtohet që e kom marrë qështu, edhe kom qitë dritarja në krah për me pa djalin, po ajo ka qenë e pamundshme me mendu që qa që fort edhe si pav fëmin, edhe si adin ndoshta unë qajsha, ai e përqafi, i pav plagosnit, hinit e secili, edhe dul, nuk e besoj që tani mo i ka pa, se veç popullata në shtator kënë transferu, u barten prej fshatrave, edhe shkun ndoshta 7-8 shtatorin, muj edhe me gabun data, i 98-ës, Enveri është transferu për Shqipëri, ndërsa unë jam kthy prap, jemi kthy në fshatin tonë, jemi kombartë krejt fshatat e Lukut Baranit në livadët e Isniqit. Ju jeni 3 edhe inshallah nuk përsëritet kur ajo kohë, na edhe për atyjit na zhvendosën, u kthym secili në për fshatra, djegnë, dihet hala ishte tymi të dal, hala shtëpia të djeg, secili improvizum ka një vend ku me qëndru, edhe pas një kohë filloi prap mobilizimi, edhe Ramushi kish qu fjalë përmes doktor Alis që a ka mundësi ajo motër me ardhë, me na ndihmu, na duhet shumë tash se veç u pritke, prap me pas luftime, prap ish duke improvizu një shtëpi në Zhebel, spital, edhe doktor Alia erdhë, ju tha vllaznim si qështu ka me komandanti ka qu fjalë, ish plagosa Aligeci, e ka ra granata në dorë edhe e ka të humbun një gisht sa di. Po tash për me përpunu plagen, nuk ka mujt me përpunu vetë se është dashtë edhe një asistent, edhe doktor Alia kish mobilizu atë natë. Nestit tha kemi një pacient shumë rënd që ka hup një gisht, e ka dorën shumë të lëndume dhe duhet instrumentet me marrë me vetë edhe kemi me shku me punu. Jablanicë sa e maj men, ka qenë një ahër i love, e kemi gjetë një drast, i konë kemi qitë instrumentet edhe aty kemi, dikush na majke një qiri, edhe pse ish ditë sa i s'kish dritare, edhe e ka përpunu atë plagë, kemi dhonë terapin, tani kemi shku vazhdimisht se hala nuk kishim ben ku duhet ku na me qëndru. Kemi udhtu krejt kohën, ka qenë agronrama, i plagosën, na shkojshim që shkishim çdo 2 me apo pastrimin e plagës. Momenti fundit kur me agronin ka qenë kur mas 2 ditë ai veç që tha edhe sot do kry motër, tha une nesër në front. Mas 2 ditëve ka ra dëshmor. Për gjithë kur e një bashkëluftar që ka ra, është e ronë, po për ata që i ki trajtu, i ki jenë shëru, edhe kanë dalë në front me një entuziazëm shumë madh, edhe ki pa kur maske një që ai vish ka hup jetën, shumë e ronë, beso që ndoshta ka pas natë që edhe nëse ki pas kohë me flejt, ka qenë e pamundshme.
pse të ka kujtu, momenti kur ti e ki trajtu, momenti kur ki fol, ka i herë edhe pse ka qenë luft, ka pas, ka një moment gëzimi, ndoshta kur ka qenë, e ka bo një homar, agroni o ko një djalë shumë i gjallë, me thonë, e pa të shti kur nuk e harroj jetën, është konë jeta e besa, na i kemi qujtë gjatë luftës, i tha këna ma kongën e Enver Hoxhës të gjatë jeta. Edhe kur nuk e harroj qiti, nja 4-5 herë, edhe tha une prej këti momentit, tha jam i gatshëm për në prant. Shumë e ronë. Unë e thom shumë herë, kur flas për luftë, ndoshta edhe emocionet vinë vetë. Sa herë shkoj te secili përvjetar, te secili dëshmor, kam kujtim edhe kam qafoli për secilin. Pse ndoshta qitash kom nejt me ta, qitash kemi bisedu dhe në fund ke ndi që është vra. Ose nëse ka ardhi plagosu në rand, edhe ka pas moment kur ka thonë motër, a jam i dëmtum shumë ftyrë, e ti nuk ja shish as sytas, veç goja që i punajke. Momente shumë të shtira. Nuk kam qenë vetëm, nuk kemi qenë si ekip jo shumë e madhe, po që kemi punu bashkarisht shumë edhe ja kemi dalë. Kanë qenë, une kam ata infermjerë, ata kolegë, që edhe sot e kësaj dite janë njerëzit ma me vlerë për mu. Unë faktikisht për pos rastit e Enverit nuk kom pas rast mu taku me doktor Shpetimin ma shumë. Për ato 2 net që ka ardhur gjatë kontrolës me bo, një njeri shumë i qetë, një njeri shumë komunikativ, një njeri që të ka dhonë kurajo që lufta do të kryhet, që na kemi me arrit ato që kemi qëllim, që një ditë kemi mju të regu fëmijëve tanë për punën edhe në çfarë kushte kemi punu. Më kalon për shtypje shumë të mëdha si një njeri shumë i mirë, si një njeri me një motiv shumë të madh për punë. Edhe ramja ati na ka shoku. Sikur gjitha ramje tjera që janë bo e që për neve kanë qenë shumë të rënda. Kishim spitalin për plot mbushur me pacient. Lugun e Leshanit ka pas shumë popullat e ardhme nga zonat e Drenicës, që ishin koncentru në atë pjesë të lugut Leshanit. Po edhe aty kishin sulmu edhe tash krejt popullata ku është ushtria ma shumë e shishin si pjesë mbrojtje në ketonën, zonën e Dushkajës, duka gjenë krejt ajo pjesë, po Zhabel kishin një javlanit, gjithmonë e nishin vetën edhe ishin ardhë në këtë zonë, me thonë 2-3 traktorat mushën popullat. Edhe na thojnë po vinë shumë plagosën, një ndër ta thojnë kanë vdek 3 gra, që fëmija atyre ishin 5-6 vjeç, 7 vjeç, edhe njënit për tyre i kishte shpëtuar vetë gjyshja, po e kishin plagosur. Mundeni me marrë me mend që na përpos rolit si infermiere, na o dasht me lujt edhe rolin e nanës, edhe psikologut. Na përpos terapisë që kemi dhonë, kemi përgatit ushqimin për të plagosën vetë. Vetë ju kemi la robat aty në të plagosën në ato kushte rrethana çfarë kemi qenë. Atë ditë, tonë ditën e gatë, pat lëvizje shumë të mëdhaja të forcave serbe, po ajrore. Sikur e zbulun, për shkak të mos zbulimit në asë një herë, edhe kur ka pas momente, kur kemi pas generator, nuk e kemi gucof me ndezë, për pas derisa i kemi zi instrumente që o dasht mu kyq
sterilizator që mi kry ato anën që e kemi pas obligative, se aty ku e breshin dritat, aty edhe gjithmonë që aty sulmojshin. Tonë ditën ajo ditë, një ditë përpara, pat shumë lëvizje ajrore. Nesërmen, për plot spitalin, e kishim edhe që thash, mi krejt edhe ato 3 fëmijë. Vjen një bombardim që krejt gjamat e spitalit i thënë. Nuk ra në bërë të na. Tash me thonë 300-400 metra, saktësisht nuk e di. Ka narë do piskama dhe thojnë ka ra granata në borrin e filonit, tash nuk më kujtohet, edhe ka shumë dekun. Jemi dalë na, kemi vrapu nana aty në 2 fëmijëve, bineq, 11 vjeç. Ata janë gjetë dikun mas, ndoshta një 2-3 orëve, pse dikun ju ka gjetë një dorë, dikun një kom, dikun. Nana atyne kish vdek edhe 2 qika motrat, pa ato të rritne, ishin plagos. Pa ato nuk e dishin që ka ndodhë. Nanën tjetër, ato e konstatun vdekjen e nanës, edhe doktori na tha që qikat i vendosnin një vend tjetër, por nuk bën me ditë çka ka ndodhë, as për ata fëmijë që kanë vdekë, se ishin 2 bineq. Ana tjetër, strelc, granatojshin me të madhe. Edhe prej anej fillun me ardhë plagosën, nuk dishim mo se çka ka ndodhë. Ka ardhë një nanë me një vajzë, ndoshta 10 vjeçare, që besomni, ajo paradurve flokt i shkojshin për tokë. Ajo kishte qenë bi e fshatit Kosoriq, po që neve na ka njoftë se kemi punu në aton edhe po më thot hit, unë jam qika Regjepit, tash baba i vetë Regjep. Të lutëm pështoma një qiken se i ka ra granata. E ka marrë doktor Alia, e kemi shti i sallën operacionit e kemi pas, ma ka bo me kry që kjo s'ka jetë, po krejt barkin, zort i ka pas dalë në jashtë. E ka përpunu, e ka trajtu si kur t'ishe gjallë, edhe ashtu duhet tjetë për një profesionist. E ka kep barkin, ja kemi fashu, e kemi lidhë që mës me pa nona vetë asat plagë. Kush me dalë me dhonë komunikimin që aja nuk është gjallë, asnjë nuk bëj ke balë. Doktori ma në fund ka dalë, shumë e shtirë. Nuk kish kush që e pajton, as që e bind që aja nuk është gjallë. Gjatë luftimeve, na vjen një vajzë që pjesa granatës i kish ra në këtë pjesë dhe ja kish qitë nanën tjetër të synit. Fatmirësisht syni kishte shpëtu. Kolege Jana, sa ishte atëherë vitin e 3 se qësh u tërheken në mbyllën shkollat, edhe ajo shoj për plot atë shtëpi, për plot tuar, plagosën, nuk dishim mo, ishim na 4 infermierë që ishim, Shqipen Imani, ish Kelzen Gashi nga Gjakova, ish Selman Kelmendi, ish Milazim Delia nga Bardhaniqi, edhe une. Nuk më ishim mo, nuk dishi kuj për para mja dhon ndihme. Edhe afrohet thot motër, edhe unë jam infermierë. A ka mundësi më një mu dishka? Edhe na i thojmë që sot jo, sa jo kish gjas që mu i kenesit, muaj, ndoshta mi mshelë syni, ndoshta ti sot kime pushu, po nesër kime na ndihmu edhe ti. Unë tha, spaku për sulni, javë 3 jam pullat. Edhe besoni që ashtu ka vepru. Po sa ja kemi përpunu plaken, ata nuk ka pas kush që e ndalë. Edhe ashtu për sunjni, unë javë 3 i thëjke ju vazhdoni edhe aplikoni terapi.
shumë vështirë, raste shumë të rënda, emocione sa dush. Në asnjë ditë nuk ka kalu që në mbrëmje ose në mëngjes nuk ka ardhur komandanti Ramush Haradini me po situatën që kemi me plagosën. Ai leqevike me po gjendjen e pacientave, ndoshta edhe me atë se sa shumë janë të lëndume dhe e dike se shumë shpejt nështë na duhet të largohem edhe pej aty, edhe me siguru transferin e tynes, sepse për një ushtar s'paku 4 o dasht me konë barcë, edhe ai nuk ka mujt krejt kohën me konë 4 se o dasht mundru gjithë rrugën, edhe ai sigurimi as tyne tërheqjes ka qenë një sfidë edhe për ushtar që kanë qenë aty edhe për popullatën. Fillim, ndoshta ka qenë një befasi me ardhë, me radha përpos ka ardhë edhe Rustem Mustafa Aremi, atëherë ka qenë komandant, qysh kanë ardhë, ai ka ardhë edhe ai ka vizitu, ka qenë një çudi që pi del kohë mi krejt asaj, periudhe që na e dim gjithë se ai nuk ka qenë komandant që i ka komandu më shku e vetë më nejtë. Po ka pas rast që kur ka ardhë, ti nuk e ki pa dritat e syve tina pej plunit e piloqit që kanë shkaktu gjatë luftimeve, po qështu qysh ka qenë ai pa ardhë edhe për se cilin pacient, po hera e parë e dytë ishte çudi, por normal se ishte edhe një për respektit, nështë një drosit, qysh po paraqitesh ti para tia, është tu kry puna që duhet. Edhe herave tjera e kemi ditë, u bo rutinë që na kryhet terapia, kryhet se komandanti ka më ardhë, tash me këqyr se cilin o kon ajo gjithsesi që dita mos me kalu, o mëngjesi, o mbrëmje, për pa ardhë, me vizitu edhe me raportu për se cilin qysh e ka gjendjen. Bartja e spitalit e Zhebelit, kur ka ardhë urni që duhet tërheqem, ka qenë ndoshta sfida ma e madhe, për shkak se ka pas numër shumë të pacientëve. Edhe ka ardhë një moment kur besoni që komësoria, doktor Alia dha urdhën mu tërheq të plagosnit që i ka ardhur urni pi komande. O konin duhe deta, furnizuesi i spitalit, ka shku në shtëpi, ka marrë Kerekval, edhe i kemi vendos ka 3-4 pacienta që kemi mujt në Kerekval edhe me qitë malin e Dubuqakit. Unë nuk e disha atëherë ku është Dubuqaku, se s'm kishra në atë pjesë me... Po a i bartë ke viki merë këtjert, Në fund, doktor Alia tha unë edhe nisën e ju se pacientin e fundit kur të marrin, atëherë nisna unë. Ka imi dalë, ndoshta që aty neve nga ka met qanta me fotoaparat, me filma që kemi pas zhvillum, ndoshta edhe për ata na që kjo pjesë që kemi qëndru krejt kohën shumë pak, nëse vish na jo ushtar na ka sjell na i foto se nuk kemi foto, se s'kemi pas mundësi, se për bartjen e pacientëve e kemi harru qantën që kemi pas me fotoaparat, me filmat zhvillum. Qa qafër jën konë, sa komësori kishin ardhë edhe mëj me thonë nashta 5 minuta e në kompytje mi nëzonë gjallë doktor Alin. Sa ngumat kerit, kanë mëri me ra plumbat, po ata nuk kanë guxof me hinë malë, edhe pse kanë pas artillerin tuca e në konë. Nuk kanë pas, ata kur kemi mëri në malë mon nuk kanë hi. A ditë kemi qëndru gjithë ditën e gatë malin e Dubuqakut. Kemi mujt me mëri me marë terapin që kemi pas mjë dhonë plagosnjë, edhe na i keks që na ka qilu gjatë ditës mi avdhon ka pa. E kemi pas Shaban Lumen, nëse nuk ka bëj, shumë rëndë se ka pas zogun e komës të hekun, edhe një plagosje që kishë ndodhë para 3-4 ditëve dhe ish hala gjendje e rëndë, me dhimbë të shumë të ndaja. Pe aty na kanë thonë që duheni
me u transferu dhe me kalu në lugën e Baranit. Kemi qëndru gjatë ditën Dubuqak, o bo mbrëmja, kemi kalu bistrisën e Brëliqit, nuk e harroj kur ujtë teku dhe qëtu ka qenë. Pacientat i kanë bartë ushtartë, na kërë kemi kalu bistrisën e Brëliqit, një malë të Kutrodiqit ka qenë përpara një fabrike këpucave, që besoni na i nishim të knu që aty ishin sërbët, që aty ishin vendosë. Ai malë që veç pak, ndoshta me pas turbi, na gjojshin edhe tonëve gjallë se s'kishe pas mundësi, se i kishim 17 plagosën me veti, malë jo i rritun, po ma shumë si thupra. Edhe tonë zhag, vazhdojshim me shku zhag, me vendos infuzionin, me adhon terapin. Mbrëmje na kanë thonë, kur të rohet, kemi me vazhdu edhe me kalu në lugën e Leshanit, edhe aty kemi hecë gjithë natën, doke dhe kemi mri një Avllanis Leshanit, ka mëngjesi. Jemi vendos në një shtëpi, kemi vendos plagosnit, se atëherë vish popullata ishte bartë, se cila shtëpi ishte e thatë. Edhe aty kemi qëndru gjithë ditën, derisa ka ra tere. Na kanë thonë duhet edhe piktujt me transferu. Jemi transferu pe atyt, kemi kalu në Ruhat. Ruhat një familje të njetën falenderusë, Selim Berishës, na kish bo vendet edhe me pushu me flejt. Ajo familje 5-6 vajza i kish pas edhe që gjitha kishin mundësi me na dhonë ka një par roba me na indru të isha tona se ishim 2 ditë e 2 net në përlash, në përoj. Na kanë qitë me pushu neve pak, ju pushonit, plagosnit i kanë të vendosu një shtëpi tjetër edhe personeli që i kanë prit tjertë që kanë qenë aty. Na krymi qu, na ka shtru buk me hongër, që atë sofër bujare kur njetë nuk e haraj. Edhe aty kemi qëndru një gjithë ditën, na kanë thonë duhet me hecë prapë. Kur nuk e haroj, në na grish, ajo është hala gjallë, edhe na dha se cilet ka pakuj, tha pine me nanën, se kini mu këthy prapë, edhe amaneti Zotit, nëse ktheheni, mos kaloni pa më tregu që jeni gjallë. Pe aty kemi kalu në Dubovën e madhe, Dubovën e vogël, tashmuj edhe me ka kalu një kohë gjatë, edhe na ka vendos një Kaliqan, një shtëpi ku e kishin improvizu shtëpi si spital. Më kujtohet kur ka ardhur Dauti edhe i tha, doktor tha, don me bo rendin që shte kiza kanë. Se cili spital, se cila shtëpi ku i kem vendos pacientat, ka qenë roja dhe ka qenë rendi shtëpia, kur është vizita, kur ka më dhonë terapia, kur pacienti duhet me flejt. Do më thonë regull që nuk e besoj sot, në kohë lirie, zbatohet ma që për pikmëri që është zbatu atër. Edhe na jemi marë, e kemi marë me pastru, me s'kishe rrym, me la ata qashafa, vendosëm me disoborit, 1-2 droj, edhe një kazan e gjetëm, aty janë nisëm me zi, ndrejsat e tyne me. Edhe aty që ndrum një, në nshun shpin personelit se popullata veç u zhvendos në bjesht e Kaliqanit. Edhe neve thanë liresht mundeni me ndajt në për shpia, na si staf, tash e bëjshim ndrimet, kur kanë mu bo, e dike kush e ka ndrimin sot me dit me orar, edhe aty një 7 dit edhe aty u sulmu, dasht mu bart në bjesht e thatat Kaliqanit. Kur se kisha besu, kur ishim Kaliqan, qa që shike, ajo ma e bjeshkës që na në veti kur bisedojshim, a ka kush që e kalon qatë bjeshk, me hecë. Po që na ndodh neve me kalu vetë, edhe me shku
që bora me bo me konë ma e butë, sharrej ke konë ma me nëzivish me të ngrej dikush. Edhe me 17 plagosën me veti. Kemi mri mbjesh thatat Kaliqanit, në gjysë natës. Na kanë shu një stan për plagosën, ndërsa na si staf, ishin konja 2 trupat brejes, na kanë dhezë një zjem, qashtu mi borë, edhe të pështet në krahë njëri tjetrit, kemi mujtë nështë ta me mshelë sytë kapak, dhe sa o bo sabahi edhe kemi fillu prap në për qato stane me improvizu, me fillu me dhonë terapi, me përgadit ushqimin, i gjetëm koritat e drunit të asaj kohë që kanë qitë tomlin, baqicat, kur kanë dalë në bjeshk, në për lugjet staneve që u shkrike bora e nxeshim për me vlu me la entë edhe me ju bo buken. Edhe aty qëndrum 3 javë edhe na erdhë urdhën që duhet mu tërhek edhe me ardhë zonën e Tukaqinit. Salihi është plagos me 25 majt vitit 99. Ndoshta dita kur veç po i afrohej liria, atë ditë ka qenë një ditë shumë e rëndë për shkak se jo Salihi u plagos, ndërsa 3 mbeten vdekun, Ardian Kelmendi, Muharrem Kelmendi edhe Islam Berisha, ishte djali i vllaut Dr. Alis, që nuk pat mundësi edhe përkundër shumë trajtimeve të krejt aty në pacientave që u ka bo, ndërsa të afërmit vet nuk pat mundësi me dhon as ndihmën e parë. Më kujtohet kur e prun, Dr. Dervishi e kish marrë në vendin e ngjarjes, edhe erdhen të dyert e asaj shtëpie ku na kishim improvizu spital, i tha doktor, lami është rënë, tha, a është rënë, a ka vdek? Tha, fatkeqësisht s'kom mujt kur gjo me ndihmu. Ai një pjesë e granatës i kishra besoni vish një vazhge gjakit për faqe, po i kishte mbyll sytë me buzë në gaz. Salihi ka qenë shok shumë i ngushtë me lamin. Ndërsa plagosën erdhen Feta Selca dhe Salihi. Tash ai nuk thoj ke e krejt kohën e lyp ke lamin, se edhe lami është i plagosën, a o tërhek. Na nuk i tregum, është e vërtet që ato e kisha familjar, po në ato momente krejt i kishe familjar. Se krejt i kishin syt nga na, krejt kërkojshin ndihmën tonë. Salihi shumë herë më drejtojke me motër bëmaqaren, ndoshta në atë aspekt që ma mirë merr ma shpirtin, se mos se mle qështu. Më kujtohet pa të thirr familjarët e tina, pe jashtit, edhe komandanti i kishtë thonë që javni telefonin ajror për me bisedu se ishin të shqetësum. E kom shtetë për gjyks edhe të e lutë që bënu i fort, ata mos të hetojnë që je i plagosën. E ka thirë motra edhe i tha ku je, tha jam të hida. Tha pse të hida, se vetë a je të hida, do më thonë je i plagosën. Tha po nuk jam i plagosën, vi që ma mi pa, se kom marrë dha moment si falke. E kom marrë në telefonit, thash unë e kom pas nevoj me mpru dishka, dhe ka armin a i pru do ndresa që i kanë marrë në për shpia, dhe ja një aspekt e besoj, edhe pse sisha i realitet, po u bënd që është mirë edhe ka qenë shumë i plagosën në randë. Me ushqy nuk kishim drejt, për shkak saj lëndimet i ka pas në abdomen. Ja lagshim gojen kapak, sa me mujt mi lag buzët, edhe e tretshim kosin me ujë, për me ja dhonë kapak sa i vetmi ushqimi tina, për pos ushqimi që e merke infuzioneve ato. Për mu kanë qenë gjithë njëjtë, ndoshta ndihma që ai
Nga bo mundi ma e dopt unë pse krejt kohën ka kërku ose bë ma qarën ose mërë ma shpirtin. Ka qenë një ngarkesë ma rëndë për mu. Po për ndryshe gjithë kanë qenë njëjtë. Edhe ata që janë gjallë, i konsideroj si familjar, edhe ata më konsiderojnë mu se sa herë që takona, unë e kam e pa imagjinu me mos mu emocionu kur i shoh. Se e di që ndoshta ka qenë para vdekje, fatmirësisht është gjallë, po me emocionojnë kur thonë janë durt e tuat, personelit, jo të mijat, po gjithë personelit që na kemi qenë aty, që na fatmirësisht jemi sot. Është Zoti ai ati kofshim falë që na ka ndihmu dhe neve, shumë herë e thom, ndoshta që shumë ma shumë vdesin tash në këto institucione raste, se sa raste trona kemi pas edhe sot janë gjallë. Po një aspekt ka ndihmu dhe Zoti. Rasti kur kemi mu bardh për zhebelit, na një 3 natë për para, doktori Vishkryqeni njoftum që jemi të rrethum, po thuaj se shumë afër janë forcat policore serbe. Edhe na erdhi urdhën që duhet mu bardh salla operacionit, më i përgatit krejt atë material, me hek për spitali. Unë e kom thonë edhe në disa misione që kam qenë, ka qenë një infermiere 19 vjeqare, është Mimoza Ferizi, shumë e re me profesion, shumë e përkushtume për pacient. Ajo ka ditë tonë natën e gatë, kur mos mi mshelë sytë 1 minutë. Kur e ka pas ndrimin me punu. Edhe një aspekt e ditëm që jemi, o ka lëviz dishka, po që neve kur nuk e kemi pa në sytë e doktorit që na mu frigu, ose kemi afër, ose mundem me kontrrezikum. Kur, një gjendje që normale, po lëvizjet na jepen një kuptim që na prap piqituit pas kemi lëviz. Mundona shumë herë me kujtu një këngë që e ka kënu me shpirt, në atë koridor të asaj shtëpie, që mu vjen keq që asnjë institucion nuk i ka shku ndërmen atë shtëpi spaku me rregullu dhe me bo muze, sa pacienti civil dhe sa ushtari është trajtu në atë vend. Edhe doktor Alia pi thot, Mimoza qa ki, tha i doktor, sa shtirë ka me di që ki me vdek. Tha po ku pe denti që ki me vdek. Tha jem rrethu për ta na ondë. Tha na jemi të mundu, tha Zoti ka me na ndihmu. Na kur nuk e kishim ditë që a i kish qeni porositon, që në rast që bim prit, krejt me na vra dhe në fund me vra vetëm, po gjallë kurse si. Masa nejna ka tregu, po na gjdo dit ka qenë që sot u zgjumë, po nuk dihet mbrëmja që shka me në zonë. Ajo konë po njajt, dikur sikur që nishe pusht, sikur që nishe bombardimet, sikur njajt të kish bo veç ato që a ki obligim me kry, dush me kry. Mbi gjitha e kishim edhe ushqimi për pacient. Unë e kom pas shoqen ma të ngushten, se krejt e thash, e flas me krenarin ma të madhe për periudhën që kemi kalu bashk edhe që vazhdojmë që ajo shoqëri edhe ajo me mbet. Edhe kur ja nishin bombardimet, se zakonisht kur ish dili, kish bombardimet natës. Po kur ish vrant, NATO-ja nuk bombardoj ke këta tëni forcat serbe krejt kohën granatojshin. Edhe i thësha qu se ja ka nis 2 partë, të granatu se qunat aspekt t'i bojmë tash, dikush kish buken, me gatu, tjetra kishim me hi terapin, që ato dhoma djekne, me plot shkrom, me mirëmbajt kapak, me pastru sa kemi mujt,
Edhe thoj ke hajtë more, qa kanë ato tjetër gjoftë, qa kanë ata tjetër, këta ata gjuj, o konë shumë burnore. Më kujtohet të kishim në Verdobrën e plagosën në Mazni kohën e fundit, se ndoshta po kaloj, po ka qenë momentet e fundit jetës, edhe ishim të ja dhonë terapin, kur nuk e harroj, ma kanë gjitë për dore. Qaq shumë e shtëngoj se aje kish forca e fundit e tina ish ato moment. Në ato momente tha motër, a ma bën halal. 3 herë. Edhe unë i thashën verë, nuk ki nevoj, ki mushnosh, nuk kemi nevoj mi kërku njëni tjetit halal, dhe po thë doktor Alia, tha, Runo, se i ka momentet e fundit jetës edhe tash, nëse ta kap dorën edhe forca e madhe, kini kujdes, se nuk ka dhe ashtu ndodhit, dikon mas 2 orëve dhe jetë, ishim dalë, granatojshim për krejt antë, me të tregu që ato përshpëritje tyne, ato lutje që i bëjshin për neve, ato falenderime që apo na bëni. Edhe kur vdeshin me javë tana të veshin vesh. Na ishim të përgadit flia me ju qitë pacientave. Ka njëherë thëmë, ndoshta ai vullneti shumë i madh, se në ato kohra, edhe me gjithë kohë, ish dalë një pacient, ai pas ka qenë jashtë, ka ardhë dhe ka hinë Kosovë dhe plagosë dhe ju ka thonë ja dini qa kemi me hongër sot për drekë, motrat janë kanë qesin flia. Nuk e di ka njëherë thonë ku veke krejt ajo forcë, adhe nështë e pa imagjinushme. 16 qershor, me 15 qershor, në komandë e thirin doktor Alin, që është një takim, edhe më kujtohet shumë mirë, Brahim Selmani ka ardhë dhe tha një takim, po ka thirë komandantin në komandë, kemi takim sot. Edhe shkun atje, edhe aj pas ka nda detyrat se veç nesër po dojnë me hinë në pej. Edhe ato e cakton si drejtor regional për shëndetësi, thot hida përcaktohet si kryeinfermiere e spitalit 5, edhe thot i pyetni këta që ishin tash komunës Gjakovës, ish Milazimi, ish Shqipja, edhe i ndanë detyrat. Edhe thot nesër, duheni me hi në pej. Hala ka shihet që ka serb në përpej, mundet me pas edhe forca, edhe personeli shëndetësor duhet me konë gjithsesi, me juve. Edhe vjen doktor Alia, na komenton atë lajm, edhe na mbledh edhe ky, thot na ke urdhën me hi nesër në pej, Shqipe Milazim, se Selmoni kishte kalu me të plagosën edhe ai nuk e kthytën, masi i ka barë disa të plagosë, kur janë barë në muin prill 99-s, ai nuk u kthy. Thot ju që jeni komunës Gjakovës, ç'është dani me vendosë. Edhe ata pa hezitim thojnë na jemi me juve prej fillimit, edhe me juve dojmë me arë në pej. Mimoza thot, une du muna në Deçan. Edhe na mëngjesin e 16 qershorit, kemi hi në pej, besoni që era tymit e flakës më doke që sot pisha gjithçka e rënume. Na kanë vendosë në shtëpi afër Dugaxhinit, ku ishin vendosë edhe ushtria. Atëherë themi ishte emnu sikur kryetar, qyshi në atë kohë nuk është qujtë kryetar një emër tjetër që e quishin kryetarin e komunës. Edhe neve na vendosën si staf shëndetësor me qenë afër ushtrisë, se nuk dihet një shtëpi ku ish afër që ishin edhe ushtria vendosën. I patëm kërku doktorit sa ditën me na dhonë pushim, se mendum që tha 2 ditë i keni. Për ndryshe doni me punu edhe shumë ma shumë, nëse doni me dëshmu veten, se tash na duhet me ndërtu gjithçka prej fillimit. Kanë thonë me
18 duhet me hinë spital. Kemi shku me doktor Alin, me Lazimin, unë edhe Shqipja, edhe doktor Isa Kaliqani. Kur i me hinë spital, më kujtohet veç si figur por nuk e kom di që o serbe, shku më kujdes intensiv, edhe tash dikush, asaj kishin thonë se erdhe në ushtria Ramush Haradinit. O mundu me na prezentu ku është sallat e operacionit, serbisht, po mrena 7-8 minuta nuk e kom pa mo. Do me thonë ajo o largu, o shku me të vetë. Gjithë shka në spital ka qenë e rënume. Edhe shtret një të ndalje i kishin këthy përmbys. Krita e terapi që ka qenë e shpërndamën e për tokë. Kemi shku, kemi vizitu se cilin repart, edhe na ka thonë doktor Alia, ju e dini qa duni me bo. Krejt terapin e sistemanin e për dollapa si pas alfabetit, se ti ampullare, tabletare, ato krejt për pun me ditë që shduni me rendit. Edhe tash mundet me pas se njerëzit mundet me ranë mina edhe ashtu vazhdoj. Na duhet shumë për kujdese, këqyrni ka kini terapin, ka hine për salla me ditë sa kemi material, a kemi material, ku jemi me material. Edhe ka qenë një ditë shumë emocionuse. Unë nuk e kisha motra madhe me fëmi, me 4 fëmi dhe me burë dhe vetë nuk kanë mri me shku. Ajo krejt kohën e ka kalu, i kanë këthy pej për Izrenit, edhe krejt kohën e ka kalu, vraju në qëshk, transferon një katon tjetër, du më thonë para syve, ja u kanë masakru familjarët e burit, po na nuk kemi ditë kur gjo për ta. Edhe ajo njën se kanë ardhë ushtria në pej, edhe po do këtë ka ardhë edhe skenda me hiten. Edhe i thot burrit vetë, unë e gjallë me shpirt pa shku me i pa nuk e la. Jemi taku për herë të parë, i kish taku skenda, sa të herë s'kishim telefona edhe erdhë në promje, më tha tushën e kom gjetë, janë gjallë tonë, arë më ka taku, po nesër vjen me taku edhe ty. Se i kom thonë sonte nuk mundesh se janë në spital. Edhe emocione shumë të ndaja. Na u vendosëm, nuk disha, familja kanë qenë vendosën fjerë, une, Nazmia, Vllav, Skenda, ishim këtu. E temi mas një 2-3 dite, me thonë 20-21 qëshor, ma dha telefonin ajror me bisedu me familje ku kanë qenë vendosën ata, edhe thanë që kolona e parë që të niset për Kosovë na kemi me ardhë. Më kujtohet, kom shku në fshat, thash të këqyri komuna, ishin nana me nuset e Vllav, me thmi, me qikat e agjes, një familje madhe që nuk kishin, mos kish kullim i kokë, në shpi, nga të 2 shpia ishin bo me rafsh me tokë. Të shpia agjes e ka pas një shpi që shpi zjarmi që e kanë përdor për para, për jashta shpis, për bilbet, për që i kanë përdor, ju ka hynë punë, edhe jëm shku, e kom gjithë, ja u kom improvizu pak qatë vend, që aty që kur vinë, që aty me ardhë, edhe i kom prit atë natë dhe jënë ardhë me autobus. Janë zbrit krejta e mahal, janë konë në fjerë të vendosën në një vend. Djali i Vllav, madh, qëndrimin që ai ka dali pari pe autobusit. Po gjithë familjarët tani po ish e pa besueshme se nuk besojshin që jam gjallë dhe jam e pa plagosne. E thash edhe ma herët që fshati kom bo aq sa kom mujt,
as sa kam pas nevojë ndoshta, jo, po jam mundu që një aspekt anën shëndetësore mi ofru secilit. Besoni që mas 2-3 dite që kanë rri krejt, kur kanë një që kom shku në familje, krejt plesht e ma halë si kom gjetë në barë. Edhe krejt me atë fjallën që na ki zbardh ftyrën, ti e shot e Galica, ti na ki bo krenar, sheqyr që t'kemi gjetë, që t'jetën ju kom falenderus për punën që unë e kom bo, që e kom pas obligim me bo për vend tem, jo një diçka jashtëzakonshme, po që se cili e kish bo, kushdo që t'i shkom pozitën tem. Periudha pas lufte, rimekembja, e shëndetësisë, e thash pejzerës, u emrova si kryinfermiere e Spitalit Përgjithshëm Pej, u mundova se aty fillon pejzerës, gjithçka prej zerës, rimekembjen, kujdesin, çdo ditë vishin pacient që kanë ranë mina, tu shku në shtëpi, ka qel derën, ka ranë minë, ka hub komën, ka hub dorën, ka po një aspekt na ishim më të përgatitun tash për plagët e luftës. Edhe shumë shpejt fillun mu kthy njerëzit që ishin vendosur, dikush në Lqen, dikush në Shqipëri. Unë e kom vazhdu punën teme, kom menaxhu me një staf me 300 infermierë, se veç u plotsu numri edhe atyne që kanë qenë serbë edhe u murën staf i ri. Ata faktikisht u murën krejt që ju ka ra në ndorë mi përfundu vitin e 4 qysh ka meti për gjysmum. Po kom pas, për një kohë shumë të shkurt, e pan punën edhe për kushtimin që une nuk kom ardhë, as nuk isha shku aty me komandu kërkon, as me tregu atë trimni që a kom bo luftën, se cili kem pas për obligim, se cili një aspekt ka dhonë kontributin e vetë, edhe unë mendoj se cili shqiptar e ka bo një formë, ndoshta unë jam konë shumë ma e mbrojt në luftë, se sa ata që kanë punu deri ditën e fundit, e tu e pas forcat serbe, çdo ditë tu e shku, e tu hi, e tu i maltretu. Shumë ma e sigurt kom qenë unë atje. Se cilit ja kom shmu, edhe e qmoj punën që e ka bo në atë kohë. Edhe shumë shpejt kemi arrit që me punë, me përkushtim, me kalu edhe ato kohërat vështira, edhe atë sistem që kishte qenë i rënur, gjithçka me rimekemb. Erdhen italian t'ishin si monitorues të asaj kohe spital, një bashkëpunim shumë të mirë, ata dikom për 10 vite kanë kontribu, kanë pru aparatur, kanë furnizu me terapi, derisa veç institucionet fillun mori me kemb edhe me u kanalizu se cili sistem me shku në rrugën e vetë. Kom menaxhu për 23 vjet me stafin infermieror të Spitalit 5. Unë e thom me mburje që ndoshta gjithë kanë qenë më të mirë se sa unë. Kom pas një bashkëpunim edhe një përkrahje shumë të madhe nga gjithë. Kemi punu me punë ekipore, se kur sukses nuk ka nëse nuk punon ekip. Kemi arrit rezultate që më me thonë që 90% e stafit infermierisë sot janë me bachelor dhe me master infermier, që atëherë nuk i pas për pas me shkollë të mesme. Gjithve ju kom dhonë hapësirë që me përfundu, me kry, mu avancu, edhe me mri aty ku sot janë një staf shumë i përgatitur, janë një staf i përkushtuar për punë që muj me thonë që sado rastet kanë edhe të shtira janë gjendje me i zgjidh vetë derisa të jenë mjeku. Jam falenderues ton jetën për punën që kom bo me ta, kom një respekt, ndërsjellët edhe unë për ta dhe ata për mu. Unë jam infermier mbi gjithçka, një profesion i shenjtë, edhe
mbetem gjithmonë ajo që du t'jetë gjithmonë afër pacientit.